Nxënësja e klasës së 5 të shkollës fillore Yll Morina Artiona Bokshi është fituese e vendit të parë të konkursit të poezisë të shpallur nga revista OK Kids. Këtë radhë ka pas fatin, po jo vetëm fatin, po edhe meritën që të shpërblehet shoqja ju e klasës Artiona Bokshi, e cila poezia së cilës poezitë e juja botohen në këtë revistë, ndërsa poezia Artionës është shpallë poezia më mirë e mujt kaluar. Ajo për pos mirënjohjes fitoi edhe një dhuratë. 17 shkurti, kjo është poezia që Artiona ka prezantuar e për të cilën është shpallur fituese. Jam frymëzuar për ta shkruar, kur e kam pyetur mamin, pse në Gjakov bëhen protesta çdo herë që të mos hyjnë serbët për krishtlindjet ortodokse, dhe ajo më ka treguar që në Gjakova ka pësuar humbje shumë të mëdha gjatë luftës. Nga kjo fjali më ka ardhur frymëzimi për ta shkruar vjershet. Nga ana tjetër, mësimdhënësja e saj thotë se Artiona e ka merituar sepse vërtet shkruan bukur. Artiona është një nxënëse shumë shembullore, përgëzoj për çmimin që ka marrë, është një çmim shumë real, ka pasion shumë mësimin, shkrimin sidomos, është nxënëse shumë rregullt, e dashur, e afërt me dishtë nxënëse të tjerë. Për ndryshe, revista OK Kids sistematikisht shpall më të mirët në poezi, e kësaj radhe ishte nxënësja gjakovare që triumfoi.